një sen që se kemë thonë kurrë ne, por gjithmonë e kom pas mendje dhe e kom mendu është që Albin Kurti ka pas dy betejë këtu. Nuk i hupë Albin Kurti 51% vish me gjuqë ashtu për kur gjë. Ka gabu duke në nëshmu opozitën, ka prit që i nështrojnë, ja votojnë me Glauk, me Albolin, me këndë qetë. Ka dash me eliminu Vjosa Osmanin, por njëkohësisht për eliminën edhe Lëmin Abdigjikun. Unë mendoj që beteja Albin Kurti, të erujt prezidentën, me marë herdo kur, me rezervë që e ka lojtare rezervë për gjithçka Albolina Haxhiun tash ushtrus dhe tyre, a i për dënë me marë LDK. Pse? Dhe lojën cilën ka ra LDK-ja dhe Abdigjiku, bashkë me Vjosa Osmanin, se Vjosa Osmanin është Abdigjiku i parë, nëse ja u kujtoj. Vjosa Osmani e ka do partinë e vetë, 16 veta i ka marë, 16%, për 22 i ka marë për LDK-s në atë kohë, edhe bajt të Kurti dhe bo presidente ka qenë, gjithçka në regullë sa ka qenë e presidente. Madje dhe LDK-ja ka votu në atë kohë. Nësë ju kujtohet, Dejtëra Dojqi që këta se hip tash pak pa vënë shumë shkurt e elaborej kush u kon president, sa zërë mu bo president. Po në esencë Albin Kurti pëdën LDK-n. Albin Kurti pëdën votuzin LDK-s, pëdën me shkokluqit LDK të mbetër, edhe me dopsin e Vjosa Osmanit, që masi krejtja dhe Albin Kurtit. Ja boni një manovër politike, cilën Vjosa Osmani u këthy sët, sy në shpres për opozitën, kur e priti me zërë dhe me lojalitet dhe në ditën e mram, kur e murvesh që Albin Kurti nuk pe emna. 2. Vjosa Osmani 2. Me pantolla. Lëmin Abdigjiku. A i tash u gju me një herë me onë, mësë mërë dhe rani mu. I ka upë zgjedhjet. 2 herë. Gjysa e partisë e ka votu, gjysa e njerëzve që i ka deputet parlament se votojnë, mështëm gjysa për një 4-5 vetën e, që se në heqë për marrëveshje për vetëndosën. Nashta lutë se këshin ja për prezident se është punëtori vjetër ose ku më ditë, po edhe ata s'kishin mjaftu, s'poku palisën sërbe dhe ketë kjo kumë për qa. Albin Kurti ja ka bo lojnë njëtë si kër Abdigjiku që ja ka bo Fatmilimës, që i tha hajde me mu, se asi moment fundit dhe s'po mblen elektorate dhe strukturat, me të marrë në list, e la para progjet. Dhe, që që kalon Albin Kurti, Fatmilimën, një kafe të parlamenti me pinë fund me dhomë Allah, s'kem numra. Ja ka zgotë vesh dhe më honë 8 muj det, në fund tha, shko të shpia se s'ka numra, njeri së nhini aso ne ka përsej progën, as poku 12.000 vota, nashta vetë si ka Abdigjiku e njeri del met atë shkej. Do me thonë, që ka po Albin Kurti? Albin Kurti ka qelë derën të LDK-ja, i ka shti këta mrena me thonë, këta dashtën, po që unë nësja u do prezidenti. I ka konzumu. Pro ka kalëgju që këta s'jenë në pozit. Qa ja punë Albin Kurtit. Edhe votusit e të kësë të mundet me vendosë. Ata që jenë konë kundra Vjosës, kundra Abdigjiku, kundra Albin Kurtit, ata i ka qitë pej partis, snajper, dej që ta shkone e fundit pej kryesis. Pro, opozit bërja e Abdigjikut, nuk ka misioni opozitës me apështu karierën atina, Fatmilimës, Ramush Haradinit, apo Vjosa Osmanit, se veç Ibrahim Rugova i ka pos 80 vota, Hashim Thaçi Menzi ka hek mi bo 80 vota për prezident, edhe Vjosa Osmani, po 2 ka pos Pera Dojqiqit, që tash se përmene. Ishte para po Kosovë është. Po, Fatmir Shoholli negociatori se do bërë, si shpjër, aja negociator, edhe Adem Hoxhiqi që e ka kry këto, sot dhe deputet i rizgjidhi i minoritetit, që këto okëja dul hini du da bale, pe zyres Vjosa Osmani, dhe ishin mërzuhet du da bale, se kine harruju krejt. Kjo beti, që streshin si minoritore. Si minoritore, ndreshin mrena notës identitetin së mënansi, për mja morë vota, me hjek një vot, të Bosnjak me em, kujna. Du da balen me hjek. Du da balen o tash me hjek në grupin e Ramushit ta, kësë grup parlamentor, mu mbruj. Që ta e në ta. Albin Kurti ka arri qëllimet, ka kalzu kush janë ta. Që këta opozicion, edhe këta se kanë golen e LDK-s, këta e kanë golen
e ka herës vetë. Okej. Pra nëse me vendosja me vendos vetë, Po. që vendos veç Albin Kurti, opozitbërja atyre është opozita nuk e ka gojlen me pështu as Vjosa Osmani, as Abdigjikun, as dikon, as mos flas për kryetar tjetër. Hajde ta diskutojmë. Çka po do të thonë që me këtë fakto që thënë debatin, është kjo. Abdigjiku o dasht vota i ka rrjedha nej. Abdigjiku ose o dasht me bo bashkim klasik me guxë për unitet, ose o dasht me ndërprej komunikimin me vetë vendosim me vonë. E ndërprejt. Ja se ka bo një tjetë as e ka ndërprej komunikimin as nuk e ka bo bashkëpunimin me opozit, e ka pengu rëzimin e Albin Kurtit sene, po këtë Albin Kurti me gjas 5 nishin e gjunë, se presidentin këshyrë me nëzonë. Mos në zgjedhë tash me këshyrë me nëzonë zgjedhë tjera, përsa Abdigjiku e këtë ka e këta... A ekspozoj Albin Kurti që më do të dëshirën e opozitës për pushtet, a në fakt e kundërta. Ajo që boni opozitës, PDK-ja edhe LDK-ja, duke refuzu ofertat e Kurtit, fakt e ekspozun një diçka që e kanë thonë edhe në këtë studio të gjithë. Zoti Kurti po tenton mi kap këtë institucionet edhe nuk e ka synim marrëveshjen me parti politike. Albin Kurti ka qenë bukur i sinqert që nga viti i kaluar, nëse ju kujtohet mitun na rajt akoma veç ti po gjet ska rajt. Shumë drejt. Nëse ju kujtohet kur i thashim pse s'po e bën koalicionin me Limajin, thoshte sepse duhet një marrëveshje më e gjatë se përndryshe do shkojmë 2 herë në zgjedhje. E ka paralajmëruar shkurrin 2 herë në zgjedhje, nëse kujtohet që në nëntor vitit kaluar. Je ka nimu. Edhe ka duhet një marrëveshje e gjerë sepse duhet me zgjedh presidentin. Edhe atëherë nuk u dash në atë marrëveshje duke menduar që do ketë një rezultat tjetër në zgjedhje. Tash, domethënë LDK-ja është bukur e paqartë. Domethënë lun me karta mbyll. Jo doj marrëveshje klasike politike, jo ne nuk shkum për bashkëqeverisje, shkrum për presidentin. Është bukur e paqartë kjo si muhabet. Ça dojnë, domethënë duhet me dalë në mënyrë sinqert para popullit edhe me thonë, ne synojmë këtë gjë. Tash, edhe ti e pesh informacionin e kam sigur për ato 3 emra. Nuk mund futesh në bisedime për presidentin, si e tha Dibrani, pa ditë për kam po flasim. Nëse ti ja kërkon vetëvendosjes na je presidentin neve, edhe asaj që ka thënë zotni Abdigjiku, bëhet qartë që ata po e dojnë presidentin, unë e kuptoj pse po dojnë presidentin, zotni Profa e shpjegoi qartë se nëpërmjet presidentit mund të bllokohen disa procese, mund të shtrëngohen disa procese, mund të diktohen disa procese. Jo, nëse merr presidentin, ai parti me imponu agjendat nëse ti e merr presidentin, ke fuqi me vendos kush është mandatar në raundin e dytë të diskrecionit. Domethënë, ky hezitim i zotit Kurtit, mas me e dhënë presidentin, është i bazuar në frikën se ne mesatë mund të shkojmë në zgjedhje, edhe në atë situatë i bë autogol vetvetes. Domethënë, pra po kthejnë ata pika që thashë mosbesimit. Këtu të ekspozuam ka dalë LDK-ja, PDK-ja është mbrojt, ka qëndruar larg këtyre proceseve, ka qenë qartë edhe për vendosjen. Nuk e ka shoh Albatros se të kujtohet një dorë ai kemi me Abdigjikun e me Abilotin ku kona çtu çun këtu u bë se këta ishin konzervë me bove. E të ne e gjemë e shoje për dëkën se që këta për dojnë, që këta s'bojnë që hina anase edhe këta dashtë me si la. Apetiti në dëkës për marrjet pushtetit, menoj që sot është ekspozu, zotni Kurti e ka nxjerrë këtë si përfaqe. Ta kanë refuzu. Marrjet të pushtetit që është ekspozu, ku ata LDK-ja ka refuzu. Ai kur ka thonë du marrëveshje klasike politike, Profa është profesor i shkencave politike, çka do të thonë kjo prof? Klasike politike, s'ka do më thonë. Që për të kalëzë. Në kontekstin kosovar, marrëveshje klasike politike do të thotë që 2 partnerë e ndajnë postin e kryeministrit dhe presidentit. Prej Ibrahim Rugovës, 2001. Aju kujtohet. Rugova, president, PDK-ja, kryeministrit.